Mirë, fjalët në politikë kanë peshë, ne dim këtë, për ndonjëherë një pamje, një qëndrim, një gest do të thotë më shumë se sa një fjalim i gjatë. Janë kreatorët e imazhit ata që merren pikërisht me ato që thuhet, nuk thuhet me fjalë, por gjuhën e trupit dhe mesazhet që përcjell një imazh. Sot do komentojmë disa nga gratë më të rëndësishme të politikës shqiptare, çfarë thon ato me pamjet e tyre, çfarë fshehin dhe a mund të rrëzojë një veshje, një fjalim ashtu pa dashur. Gjitha këto i diskutojmë me Linda Kalemi, kreatore imazhi. Mirë se vjen e dashur në studion e Mesdrit. Kënaqësi që jemi së bashku. Linda, a është imazhi po aq i rëndësishëm sa fjalët në politikë? A mund fitohet një argument ndoshta vetëm përmes dukjes? Imazhi është çelësi kryesor i prezentacionit, i prezantimit, që do të thotë, në qoftë se ne jemi të dy me një edukim, me një shkollim, kemi dosjet njësoj, ju mund të keni më tepër vlera në dosje, por në qoftë se unë kam imazhin figurativ flas, atëherë unë jam një hap para jush. Edhe pse ju mund të keni më tepër vlera pra në trajtim, në trajnime, në edukimin, në kurset, në masterat, për këto. Sepse gjithmonë ata që kanë imazh dhe që janë prezentabël në karrierë dhe në jetën e tyre personale janë një hap para, të tjerët i lënë gjithmonë mbrapa. Ke vëre kur kalon dikush dhe juve në përgjithësi neve, është një ecje që flet, është një qëndrim që flet. E ke vëre kur gjithë kthen kokën, edhe pse nuk ka të bëjë me bukurinë, ajo është një lloj atraktive, është një figurë atraktive ose është një frekuencë. Është ajo është edhe energji. Edhe ajo, edhe sikur mos jetë e lindur, ajo trajnohet. Linda, mendon se politikanet, vajza dhe gra në Shqipëri shpenzojnë para në imazh? Shpenzojnë, po jo sepse mungon ky shërbim këtu. Do me thënë ka që janë të afta, ka që janë edhe mundohen në një farë mënyre, por përderisa ky sektor mungon këtu, më vjen keq që janë, do me thënë, është ajo shpreha që thotë veshja të nderon, po veshja të turpron, ose floku të nderon, po floku të turpron. Pra, mundohen në një farë mënyre, investojnë, por ka kjo imazhi që trajnosh imazhin dhe gjuhën e trupit apo të jesh atraktive, nuk ka të bëjë me shpenzimin. Shumë me një shumë pak shpenzim, mund t'i lesh të gjithë mbrapa. Mirë, përpara se kalojmë në emra, ngjyrat. Çfarë roli kanë ngjyrat? Kryesisht politikanet gra, sepse për shembull e zëm, kemi një politikane Belinda Balluku, është e veshur me të kuqe, e zëm. Si duhet ta interpretojmë? Si mesazh force, provokim, shumë estetik, shumë fines. Po marë Belindën, po cila do politikanë, sepse do dalim dhe në emra, sepse për këto bëjmë të bisedë. Që t'jesh bindse, duhet pa tjetër që t'kesh një bazë të studiuar, që do thotë, veshjet kanë kod. Kodi i veshjes, dress code, janë standarde në gjithë botën. Përveç kësaj, ka dhe office rules, pra janë rregullat zyrtare. Në rregullat, pra në veshjen zyrtare, do me thënë në standardet e veshjes zyrtare, ngjyrat e forta nuk duhet jenë. Mund të lëvizet me blun pak, mund të jeshilja jo, e kuqja jo. Pra, jo shumë të forta kur je në zyra, apo kur je në shërbim. Pra, kur je në një summit dhe shkon për takim, pune, aty është më soft, pastaj në dark, kur është dark, pastaj që është pak sociale, aty mund të lëvizë dhe luan pak. Por edhe aty këto tonat gabojnë, sepse që nga prerja, që nga ngjyra që thoni juve, pse jo, sepse e kuqja, neve kur kam punuar jashtë, specialistët na kanë thënë, duhet keni parasysh edhe për ngjyrat kur jepni trajnim. Për shembull, sfondi bëqill është ngjyra që preferohet më tepër, sepse është qetësi, është paq, është edhe relaks. Ngjyra jeshile është më tepër, domethënë ka të bëjë me fen më shumë, me xhamin, me këto tjep, domethënë diçka më fetare. Ngjyra blu, blu është zyrtare, dhe është pothuaj nga ngjyrat më të preferuara, ose jo të preferuara, por që është më brenda kornizës zyrtare. Ngjyra e kuqe ndëron, do me thënë, të jep perceptimin më shumë të gjakut, sidomos kur është e fortë. Se po të kesh vetëm një kollare, është tjetër gjë. Po të kesh një kostum të tërë të kuq, ajo çfarë bën? Të heq vëmendjen nga tema dhe përqendrohesh ose te ngjyra, ose tek makijazhi tepër, te buzat e syt, ose te vatët, te bijuterit. Prandaj, këto kodet e veshjes janë në gjithë botën standardet, bazë janë një lloj. Por kjo nuk është akademi. Kjo varet edhe nga karakteristikat dhe tradita që ka një popull. Po shikoni
Japoninë, vëndet tjera që janë lindja e largët, apo vëndet e nxehta tjera kanë dhe traditët që e përzien me këtë. Por në Europë, sidomos në vëndet e zhvilluara, këto kodet janë gjitha standarde. E dashur, vim në emra konkret për të kuptuar se si vishin jo vetëm gratë në politik, por dhe ato që janë bërë pjesëmarrëse, sepse burrat e tyre kanë qenë lider politik. Ke një emër që e ketë preferuar deri më tani nga aspekti estetik, që vlerëson shumë? Nga shqiptarët apo tuaj? Shqiptar, gjithmonë shqiptar sot. Unë shikoj këto politikanët tona, sepse unë zonja të para, vetëm tani po shikoj që u ktheva, edhe do me thonë para sa vitesh, edhe zonja Berisha, sigurisht... Zonja Berisha dhe zonja Lindas. Linda. Atëhere, duke pas parasysh edhe diferenca e moshës, zonja Berisha është më brenda kornizës, do me thonë të rregullave zyrtare. Por, ja, ta mbajmë të foto. Tani këtu, unë këtë foto e kapa dhe në internet. Tashi në këtë foto, sigurisht ngjyra shumë e fortë. Pra, të huaj kur vlerësojnë dy pozitive dhe negative, thonë klas vulgar, klas vulgar. Ne fjalën vulgar nuk dua ta konceptojnë të keq kuptohemi, nuk është në sensin e keq. Pra, është klas dhe jo klas, po e korrigjoj. Kjo veshje këtu, këto këmbë të hapura, kjo animi, se këtu je në protokoll, animi, pra, duket që Linda është një zonjë simpatike, është postura e mirë, Linda është, pra, po të ketë një stilist të mirë që të njohë dhe trupin edhe natyrën e saj, Linda del shumë e mirë se sa që është. Mua me vjen keq se Linda në protokollet tona, apo në eventet tona, është më korekte, është më brenda kornizës, se sa kur ka shkuar jashtë në samite, apo në Madrid. Duke Linda që vendos vetë për dukjen e saj, pra duket sikur do të tregoj pak edhe nga karakteri saj, nga... Pikërisht, po t'ishte Linda do të tregonte... Pikërisht, unë i kam studuar të gjitha, biles, unë kam bërë një video për këtë vizitën e këtyre në Madrid, të zotit Rama dhe Lindës. Më erdhi keq se Linda ka postur shumë të mirë, është e ëmbël, është e ngrohtë, me atë veshje, gjaketë të bardhë, me i fund që i mbetet vetëm një plëm fundi, me ato vitet e bardhë që... Do me thënë, Lindën e kanë deformuar, Lindën e kishin coptuar, shikojni vetë, holumtoni. Kjo veshje, pra, me që kemi këtu. Linda ka një gjë, zonja Linda, atëherë, mund të ketë iniciativa, se në fundit njeriu do të luaj pak, edhe ajo mund t'i falet. Por në qoftë se do dish kodet e veshjes, sa do të luash, do luash pak. Për shembull, kjo veshja këtu është bohem e përzierë me pak, si themi, në avantgard. Pra, ngjyrat e forta, me figura, me lule, nuk bëhen në protokolle. Ja, shikoni zonjën tjetër, e ka më të erot kuqen. Ja, më lejo, është Linda Rama dhe Brigitte Macron. Po. Kush është e veshur më mirë? Pa tjetër që Brigitte, sepse ajo është brenda misionit. Aty keni, shiko, është protokoll, aq i rëndësishëm, sa është i shoqëruar me sfondin, me ushtarët, me ato, si themi në traditat e... Është vizit zyrtare. Është zyrtare dhe nga më të rëndësishmet. Prandaj, po të shikoni qëndrim, është e trajnuar, ose të paktën e ka këtë edukat protokollare. Unë them këtë, kjo vetëm e 10 seanca, këto politikanët tanë, mund të marrin kuriozoren sepse janë të duan që ta bëjnë, por nga që nuk i njohin këto rregulla, bëjnë gabime që shikoni këmbën e Lindës mbrapa, shikoni supin që anohet tek Macron, që ajo nuk ka ndonjë gjë të keqe nga sensi moral, po është estetik. Po nuk ka, protokolli duhet të jesh drejt. Se ti jemi në një mision, nëse do të ishte një foto familjar, ose më shoqërore, më shoqërore, ajo bëhet, aty është tapeti kuq, edhe nuk e shkojnë tek një tjetër personazh. Belinda Balluku. Atëre, në foto që kam studiuar, këtë e ka zonja Belinda, se unë tani po njifem politikanet tona, me këto të kohës fundit, dhe me disa nga zonja tjera. Kemi një gabim. Neve rëndësinë e flokut mundohemi që ta japim pra, ku ka jak, nuk duhet ketë flok mbi jak. Kjo është e prerë, kjo është kod në rregullat zyrtare. Jaka do thotë që je në detyrë. Disa nga politikanet tona, ta mbajmë këtu, kjo është e njëjta gjë. Flokët me shtullunga, të nxjerrësh një flok deri ke gjoksi, kjo është jashtë asaj të politikës. Më falë, të zyrës, sepse zyrtarja duhet ketë o flokun e mbledhur, o duhet ta ketë këtu si ju, që mos të mbuloj jakat, pra o do të jetë mbi supë. Ne i themi flok i edukuar. Flok stabil, këtë e ka Merkel,
këtë e ka zonja Clinton, këto e kanë gjithë lideret e botës, këtë e ka dhe kjo edhe Meloni. Vërteti ka pak të gjata, por asnjëherë nuk është aq i prerë floku, sa që nuk i lëviz qimja. Zonjave tona, po të veni re lartë kanë të shtypur kokën, që rëndësi ka kurora, pra flok apo prezencë të jep kurora e kokës, jo bishtat mbi supë. Të heqin dorë të gjithë zonjat, vajzat, përveç vajzave të reja, që kur kanë dekolte, ai floku mund të shkojë, kur janë, do me thëmë, mosha të reja dhe janë trapezi, themi në veshje si puna juaj. Floku mund të shkojë sipër. Po ti jesh në zyrë dhe të kesh një flok shtullu, do të thotë që ti do merresh me këtë flok. Do shkruash, do të pengoj, do e hedhësh. Do preferoje që balluku të kishte flokët e prera, të shkurtra, të moderuara. Të moderuara dhe të edukuara, sepse këtu i ka pak, do me thënë si kur i ka edukuar, po ka shkuar deri te gjoksi. Si mundet një zyrtare të firmosi aty kur floku do t'i bjerin bifletore. Dhe kjo është, do me thënë, tregon amatorizëm, vërtet se kuptojnë vetë. Edhe duart i ka gabim aty, edhe duart, mënyra e duarve, sepse shikoj në fotot protokollare, ja unë shikoj që ka nga njerë gabime, po, sigurisht, ashe nuk kemi për t'i lënduar apo për t'i... Lida, ikim tek një politikane tjetër, Eliza Spiropali, sepse duam të ezarrojmë çdo emër edhe të përkojmë me kohën televizive. Unë jam gati të ndihmoj pa interes fare, por kemi një gjë që nuk ja. Zonja, shiko sa bukur i ka flokët, i ka mbi supë, i ka prera, unë nuk e njoh, nuk i di kush janë, por zonja Spiropali është, besoj, është politikania që ka flokun më të shpupuritur, më jashtë kontureve dhe që duhet patjetër të qoftë edhe të informohet veta, trajnohet veta, apo u ta ndihmojë, nuk është problemi. Në foto tjera i ka të shpupuritura, më falë do flasë gjuhë popullore, lesh. Shtullung leshi, këtu ca leshëra i kena ndej. Eliza Spiropali, flokët i ka si? Ka jashtë masë e keq. Okej, një emër tjetër. Dhënia e Dorës, nuk e di, është zonja e ftuar tek ne, apo është zonja Elisa është atje? Jo, zonja është ftuar tek. Dhënia e Dorës e ka gabim. Dhënia e Dorës është shumë gabim. Sepse kur fton dikë, dhënia e Dorës nuk duhet të jetë as paralel, as kështu duhet të jetë, po duhet të jetë pak, do me thënë shputa duhet shikoj pak me lartë, që pra unë jam pashpunu se unë jo... Ogerta Manasiliu. Një emër tjetër. Ogerta, shikoj që është brënda misionit të saj, më duket më korektja në veshje. Asnjëherë kutia, asnjëherë lula, asnjëherë vat, asnjëherë ziza. Pra, gjërat bijut që janë jashtë kornizës zyrtares, Ogerta është më afër kësaj kornize, sepse është gjithmonë në terren. Ta shikoni kur ishte pandemia, tërmetet e to, vazhdimisht shëndetësisë. Asnjëherë nuk ka abuzuar, ose nuk është bërë objekt, se nuk mund të them abuzim, por nuk është bërë objekt bisedash, çanta kaq mijë euro, kjo kaq mijë euro, bijut kaq, rripat e Hermes janë disa në imazhin politik shqiptar. Ogerta është më korekte dhe është më afër edhe misionit saj, edhe detyrës saj dhe është më afër politikane. Albana Vokshi, e radhës për ta mbyllur. Albana është edhe simpatike nga natyra, po të shikoni, pra është ngrohtë, ka dhe një bonus, kur i themi ne, kur femrat janë dhe të ngrohta, kjo është një avantazh si shtanë dhe pak për para, por gjithmonë shikoj fundet që i themi kalem, këto fundet kalem që janë të ngushta, kur ke vithet pak të gjëra, duhet të mos jetë aq ngushtë poshtë. Pra që mundohet të duhet vishet me kutia, ato flokët që i mbajnë mbi gjoks të heqin dorë shqiptare, të gjitha politikanet tona me shtollun nga mbi gjoks, duhet i heqi, por kjo është e përgjithshme. Dhe një tjetër, Monika Kryemati, është e fundit. Unë e pash zonjën Monika, sidomos kohët e fundit, janë edhe në këtë foto, këtu flokun e ka shumë mirë, edhe zonja tjetër që nuk e njoh, por Monika në këtë imazhin e fundit, fustani poshtë gjurit, nuk e një, po, edhe ajo është korekte. Deputete e Partisë së Lirisë, edhe është korekte në flok, në veshje, megjithëse unë nuk e di që janë për në parlament, apo janë për një vizit tjetër, se ka të bëjë dhe kjo. Tani për parlament, a i fundi me pika është futet të kjo, do me thënë, tek këto moda, do me thënë, është një loj kodi, pra që është pak më bohem. Pra nuk mund të shkosh në parlament. Jo, mirë është që figurat, pikat, kutijat, lulet, këto figurat të evitohen. Ajo në gjyra e fundit, shumë e bukur, bluzja shumë e bukur, çdo gjë, vetëm figurat është mirë që mos jenë. E qartë, Linda, ne të falenderojmë shumë në kohë rekord, na ke dhënë një shije se si duhet të vishen politikanet shqiptare. Kënaqësi shumë çdo bisedë me ty, ndërkohë publikut i themi që kthehemi vetëm pas pak, do të informohemi së bashku dhe ne do të vijojmë me programin.